Misioni i Wingsave u krye. Vajzat gjetën zanën e fundit në tokë. Një vajzë me emrin Roxy, një zë i pëshpërit asaj që të besoj te magjia, dhe kur magjistarët sulmojnë Wingsat, të gjithë shpresat për tokën janë në duart e saj. Nuk mund ta besoj, arritëm në nivelin besimi X. Mu duk se të gjitha forcat e natyrës vepruan në një moment të vetëm. Shikoni robat tona, janë një mrekulli. Faleminderit Roxy, në momentin që ti besove tek ne u transformuam. Unë kam besim tek ju dhe shpresoj që ti mundni këta burrat e frikshëm. O Gron, çfarë ndodhi? Është një reng i vjetër i zanave. Ti heqim qafe dhe ta marrim vajzën përsëri. Të lumë, Stella, e shikoj se i ndjek me përpikmëri udhëzimet e librit të zanave. E dija që ato nuk ishin vetëm piktura. Mos mu afro, di të gjuaj mirë. Mos u shqetëso, Roxy. Tani do të përdorim fuqitë tona të besimiksit. Teknoshok! Mos i ka hedhur ndonjëra një syr kapitullit që fliste për fuqitë e mia? Jo, për kapitullin tim e kam mësuar përmendesh goditja stereo. S'mund të dëgjojmë asgjë. Më në fund fuqitë tona po veprojnë mbi magjistarët. O Gron, çfarë të bëjmë? Ato u bën më të fuqishme. Vetëm ma lër mua. Muza! Zana budallaqe, vërtet menduat se mund të na mposnin ne? Gjuetar, në sulm! Mos u shqetëso, Muza, shkoj unë. Shigjeta të zjarta! Rufeja e verës! Kujdes, Flora! Eklipsi të visht! Faleminderit, Stella. I pas ke studiuar fuqitë tua. Le të themi që jam një vajzë shkatët dhe mësoj shpejt. Artu! Oh, jo! Do ta paguash për këtë që bëre, të betohem! E dëgjove Duman, Kotelja në nxori kthetrat. Muri plazmos! O jo, Roxy ka ngecur te Morfixi. O Gron! Vajza u zhduk. Ajo u largua, shkoni ta gjeni. Më fal, Artu, nëse të futa në telashe. E kishim jetën kaq të qetë përpara se të vinin Wingsat dhe gjaktarët e zanave. Ka njëri atje? Dili jashtë! Por ti e vetëm një kotele. E di e vogla ime, është e tmerrshme ti jesh e vetmuar. Prandaj miqt janë kaq të rëndësishëm. Unë kam Artun dhe tani ti më ke mua. Teknoshok! Goditje stereo! E humba! Ai është shumë i shpejt. Do përpiqem ta shikoj. Zane natyrës, po mos ishim armiqti do t'ishe preferuara ime. Ç'njeri fisnik. Era e vjeshtës. Këto janë gjurmët e qenit të saj. A je i sigurt për këtë? Po, mund t'i shoh tani o Gron, mund t'i ndjej erën ati qenit pisanjos. Janë fshehur në një rrugit qore, jo larg që këtej. Por ende nuk e di me saktësi se ku. Atëherë fillo të kërkosh. Ku shkuan ata? Nuk e di, por duhet të gjej menjëherë Roxyn. Shiko, bulevardi, jemi të sigurt. Mirë jeni, zonjush? Po, faleminderit, në fakt jam pak e lodhur. Makina është këtu pra, ndoj që të çojë në ndonjë vend. Nëse se ke problem, mund të më çosh te lokali Buzdetit.
Tek ai vendit e plazhi, s'ka problem. Hip. Ej, mund të lëvizësh që aty, duhet që të iki. Çfarë kok boshi, tani ja rregulloj unë qefin. Jo, të lutem, qëndroni në makinë dhe mos zbrisni për asnjë arsye. Në fakt, më mirë mbylluni brenda. Dhe mos i lini këta që të dalin. Roxy, s'është gjë e mirë ti praktikësh kështu miqtë. Shkreta vajz, kush janë këta njerëz? Ri urt Artu. Aty poshtë, shikoni. Nuk mund ta besoj, këto vajza po fluturojnë? Në qoftë se jam duke ndëruar, nuk dua të zgjohem. Vajza, duhet t'i largojmë njerëzit, mund të bëhet e rrezikshme. Nëse ke dëshirë të rish pak me mua, do të ta plotësoj me njërë dëshirën. Po mundohesh kaq shumë të mbrosh qeniet njerëzore, por fati i tyre tashmë është vulosur. Kur fuqia e zanës së fundit të tokës do të jetë në duart e mia, magjistarat e rrethit të zi do të jenë padron të kësaj bote. Nuk ke rrugë tjetër. Magjistarat e rrethit të zi, përfundoni misionin tuaj. Po vi Roxy, krahët e dragojit. Kron, ajo po largohet nga ne. Diqeni, mos e lini të largohet përsëri. Duhet të largohemi prej këtij sa më shpejt të mundemi. Le të shkojmë. Zënjush, çfarë po ndodh? Po ja, si t'ua them, është pak e vështirë për t'u shpjeguar, por po punojmë për të ardhmen tuaj. Roxy, a je mirë? Jam shumë mirë, faleminderit. Nëse përjashtojmë faktin që mua s'më pëlqen që të fluturoj. Por ti mund të fluturosh përsëri për herë të fundit prapa portave të rrethit të zi. Roxy, largohu që aty! Stuia djellore! Do të bëhesh pjesëman për të merren brava. Stella! Këto vajza do jepnin jetën e tyre për mua. Më prit Artu! Nuk mund të kthehemi në shtëpi tek bari, ose do të fusim edhe baban në telashe. Duhet të gjejmë një vend ku të fshihemi. Më kupton? Jo, Artu, do të ndiqja kudo, po jo te kanalizimet. Gjejeni, s'mund të ketë shkuar shumë larg. Artu! Të lumt Artu, gjete një vend të thatë. Stella u tregua trime. Do doja që t'isha si ajo, po unë kam frikë. Kam frikë të jem një zan. Por ti je një zan, Roxy. Ti je zana e kafshëve. Nuk e pse t'kesh frikë. Do të ndihmojnë kafshët nëse do. Kush je ti? Do ta kuptosh shpejt. Ti besove tek zanat e tjera. Por tani duhet të kesh besim në veten tënde. Ashtu si unë besoj tek ti. Artu! Ja! Super prizmi! Ndalo! Lëri të qeta. Ne jemi vetëm të interesuar për zanën e tokës. Do të merremi më vonë me to. Ku është Roxy? Çfarë? Sa po gjeta zgjidhjen e problemeve tona. Mos u largo më nga mua, më dëgjove? Ja ku është Artuja jot. Ju lutem, mos e vrisni. Kjo varet vetëm nga ty, Roxy. Këtu merr fund vrapi yt. Dorzohu. Le të hapen tani portat. Le të hapen plotësisht dyert e rrethit të zi. Tani! Ajo hoqi dorë nga gjithçka vetëm për qenin e saj. Si zanë e fuqishme që është, s'është as pak e zgjuar. Duhet të bëjmë diçka menjëherë. Roxy, ti je një zan dhe unë kam besim tek ty. Po, unë jam zana e kafshëve. Kafshët do të më shpëtojnë. Nuk e di se si, por ja dola.
tyre. Duhet të kombinojnë fuqit të mbyllin portën. Atëherë do të përdorin fuqit tona besimix në një konvergjencë magjike. Shigjeta të zjarta! Megabat! Era e vjeshtës! Sulm harmonik! Vale morfiksi! Falsimi i diellit! Ha! Hej, a jeni mirë? Nuk mund të më lini tani që e mësova se jam sa. Ndodhi diçka e mrekullueshme. Nuk e patëm fare të lehtë të bindnim. Sa bukur të gjitha bashk. A ju vjen keq nëse bashkohem edhe unë me ju? A të marim pjesë edhe ne? Nabu, sa mirë që po të shikoj! Gjithçka në rregull, Leila? Po, tani që ti e këtu, po! Leila, të lutem mos bëj kështu tani. Ne po ja dilnim shumë mirë mban edhe vet. Vërtet, mua mu duk sikur ishte e kundërta. Ti nuk mëson kur, a? Nëse ju ngacmoni wingsat, herët ose vonë, duhet të përballeni me specialistët. Në sulm! Të doli huq! Më thuaj o Gron, si është kur një gjuetar shndërrohet në një pre? Qetësi! Unë nuk jam si të tjerët. Unë mund t'i përthith dëmtimet dhe t'i kthej në fuqi. Sulmi specialistëve na dobësoj o Gron. Zemra e dregoj! Jemi shumë të dobët për të luftuar o Gron. Nuk mund t'i luftoj vetëm të gjithë së bashku. Ky nuk është fundi, do të takohemi përsëri. Nabu! Faleminderit, Wingsa. Nuk do të haroj kur këtë që bët për mua. Në fakt, pa ndihmën e të dashurve tan, se di si do kishim përfunduar këtë herë. Do t'ja kishim dalë për mrekulli. Vetëm se ne na duaj pak më tepër kohë. Po? Gjithsesi do t'i kishim mundur edhe vet. Tani bëj mirë të iki. Baba im do të mendoj se humba. Do të shkosh te bari fruti muzik? Do të vim edhe ne! Si thoni, vajza, dëshironi të festojmë bashkë? Çfarë ka për të festuar? Po ja, ne liruam Roxin. Ne? Pra ju e pranoni se edhe ne... E kishit në dorë situatën. Kishit edhe besimin ton si zakonisht. Ardhja në punë nuk më ka lumturuar asnjëherë sa sot. Të vësh bas për këtë. Tani që je zan, asgjë do të jetë si më parë. Duhet të kesh më shumë kujdes. Roxy, ku ke qenë? Ku ishe? Po të kërkoja kudo. E po, shkova të bëja pak stërvitje. Nga e gjete këtë kotele? Mos është në një nga ato kafshët e tua të pastreha? Sepse po të paralajmëroj, e kemi plot e për plot magazinën. Kemi kafsh gjithandej. Mirë, po kjo është e fundit ama. E fundit, më dëgjove? Vajza, ky është baba im. Mirëmëngjes. Baba, këto janë shoqet e mia të reja. Gëzohem që ju njoh. Roxy është e fiksuar me kafshët. Me të gjitha pa përjashtim. Sa më të shëmtuara dhe të pistat jenë, aq më shumë i pëlqejnë asaj. Sidoqoftë Roxy, që ta bëjmë më të shpejt shërbimin, kam organizuar diçka. Ja ku janë? Po, a nuk janë këta shokët tuaj? Më lejoni t'ju prezantoj. Ky është Gazi. O, gëzohem, Gaz. Po sa emër të bukur që ke, duhet të jesh tip shumë gëzmor. E po, kjo varet nga e dashura ime. Nëse ajo është e gëzuar, atëherë jam i gëzuar edhe unë. Pastaj është Brendi, Riventa dhe Tobia. Dhe ti e... Të lutem më ndihmo, nuk më kujtohen emrat. Ja, pse? Po ja del shumë mirë ndan. Nabu, zotri. Unë jam Nabu. Ashtu është, Bubu. Gjithnjë harroj këtë. Po ti kush je? Ti nuk je në listë. Unë nuk punoj këtu. Unë jam vetëm një shok. Mund të më quash thjesht Jimmy. Mirë atëherë, Timi. Mendova se do të ndihmonte të kishe dikë në bar. Si mendon?
Por kujdes djema, përkushtimi juaj në barin Fruti Muzik duhet të jetë vetëm profesional. Më kuptoni? Me një vajzë të bukur si Roxy që kam unë këtu, kujdesi s'është asnjëri tepërt. Oh, babi, sa e sikletshme. Mos u shqetësoni, do t'i ruajmë ne. Po puna juaj si shpërndarësit e picave ku shkoj? Na pushuan. Ishte faj patinave. Janë shumë të shpejta. Picat shpërndajshin më shpejt, por ishin të ftohta. Çfarë ju thash? Këta djem janë si drita, ikin me shpejtësinë e magjistarëve. Ashtu? Nëse është e vërtetë, atëherë duhet t'i vëmë menjëherë në provë. Ja ku janë 3 koktejlet e tjera. Për këtë ditë kaq të bukur, që na ndihmoi të njiheshim më mirë me njëra tjetrën. Je një vajzë shumë kurajoze, e di? Është e vërtet, kushdo që t'ishte në vendin e saj do ishte trembur. Pse nuk na tregon çfarë të ndodhi kur porta ishte duke të thithur? Nuk e di. Dëgjova një zë që më thoshte të luftoja. Të mos e humbja shpresën. Është i njëjti zë që dëgjoj në ëndrat e mia. Kiko, Bela, më mori malli shumë. Çiço, sa herë të mirë që mban, mos u lave vet. Koko, je i uritur? Do të jap tani për të ngrënë. A mund të kërcejmë, Pepe? Kiko, gjithë ditën fole me kanarinën e komshies? Më thuaj të vërtetën. Oh, sa e mirë që je, Mili. Në fillim duhet të flasim me Faragondën. Le të nxitojmë atëherë, po më presin kremrat e bukurisë. Prit një moment, Stella, drejtoresha është në linjë. Ç'kemi vajza? Si po shkojnë gjërat atje në tokë? Ndodhi diçka e mrekullueshme. Ne e gjetëm zanën e fundit në tokë. E quajnë Roxy. Dhe falsaj ne arritëm të bëheshim zana të Besimix. E mrekullueshme. E dija që herët ose vonë kjo gjë do të ndodhte. E po, në fillim e patëm të vështirë sepse Roxy nuk donte të besonte tek ne dhe në botën e zanave. Dhe më pas ajo e kuptoi që vetmja mënyrë për të shpëtuar ishte të besonte tek zanat. Tani kam frikë se fillon pjesa më e vështirë. Gjuetarët e zanave do të kthehen dhe juve do t'ju duhen të gjitha fuqitë tuaja për të mbrojtur Roxyn. Por si? Edhe fuqitë e Besimixit nuk funksionojnë kundër tyre. Sepse ju nuk e njihni potencialin e fuqive tuaja. Për shembull, e dini se mund të mbështeteni në 3 lloje të ndryshme krahësh me fuqi të veçanta? Krah super të shpejt, krah të gjurmës magjike dhe krah për teletransportim. Teletransportim? Më e rëndësishmja është se kjo është e vetmja rrugë për të mundur magjistarët. Dhe pastaj, ju do të pësoni transformim të plot. Dhe siç ju e dini, s'ka përqend transformimi i fundit. Më dëgjove, Stella? Po, sigurisht që të dëgjova, drejtoresh. E di çfarë? Nuk dua të dukem burravece, por duhet të më kishe parë në fushën e betejës me fuqitë mia të reja. I përvetsova menjëherë. Të premtoj, drejtoresh Faragonda. Ne do të bëjmë ç'të jetë e mundur. Dhe ti do t'jesh krenare për ne. Jam e sigurt se popullu. Çfarë mendon se je duke bërë? Tani më duhet të zgjedh një manikyr që të kombinoj me 3 krahët e Besimixit. Për sa kohën e zanat do të jemi këtej rrotu dhe do të kemi këto libra të çmuar? Në gjithë botën nuk do të vuaj më njeri. Së shpejti ne do të jemi gati për të luftuar kundër magjistarëve. Dhe do të sjellim harmoni në të gjithë tokën duke bërë që njerëzit të kenë besim tek zanat. Sa e thjeshtë është të besosh në diçka. Për shembull, besoj se pas pak ti do ndihesh më mirë, lule e dashur.
Roxy pati besim tek ne, nuk mund ta zgënjejmë. Ajo ka fuqi të mëdha dhe një karakter impulsiv. Ajo më kujton veten time kur isha në fillimet e mia. Isha vërtet e friksuar, për fat të mirë aty ishin Wingsat. Kam besim tek ato, po nuk kam besim te vetja ime. Më duket sikur kam frikë të jem kjo që jam. Dhe ai zëri, kush e di nëse do ta dëgjoj përsëri. Roxy, ndiqi kujtimet e tua. Unë po të pres. Në episodin e ardhshëm, Wingsat kanë zbuluar fuqitë e reja të Besimiksit dhe ndihmojnë Roxyn të shpëtojë një sulmi tjetër të magjistarëve. Zëri misterios që shoqëron Roxyn i çon vajzat në një fermë jashtë qytetit për të marrë një objekt shumë të çmuar. Jetë është e bukur, dhe çdo